Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini sot në MCN Informacion, do qëndrojmë në vijim së bashku, do të flasim për një temë të rëndësishme në pjesën e parë, sepse është një temë aktualiteti në fakt, do të flasim për politikën, për protestën kryesisht të Partisë Demokratike dhe të opozitës, se çfarë prodhoi ajo ditën e djeshme dhe si pritet të vijojë aksioni opozitar, por gjithashtu do të flasim edhe për përplasjen e kryeministrit Edi Rama me drejtësinë, me gjykatën kushtetuese, vendimi që doli prej aty në lidhje me pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Me mua në studio është kolegu Mariglen Kume. Kume, të përshëndes. Faleminderit. Gjithashtu vetëm pas pak do të na bashkohet edhe avokat Gylcen Zhllima, ndërkohë që bisedën do ta nisim bashkë Kume. 21 militant të arrestuar, mes tyre 4 të mitur, sekuestrojnë jo pak, po 22 molotov të pashpërthyer, ndërkohë kemi edhe 19 forca policie të plagosur me djegje të rënda. Çfarë do thotë ky bilanc? Ky ishte në fakt një përshkallëzim i protestave të opozitës, pra në qoftë se do t'i quajmë momente dhune këto apo tensioni, ka qenë në rritje në krahasim me protestën e parafundit që ishte. Dhe duket se do të kemi të njëjtin trend rritës të përshkallëzimit të situatës, pasi është lajmëruar protesta tjetër me një zë të shkurt, dhe pritet për tjetë po në të njëjtën qasje. Zakonisht ka ndodhë, Esmeralda, që kur njerëzit fillojnë përplasën me policinë, tensionojnë që të dyja palët, edhe njerëzit nga ana tjetër protestuesit që shkojnë aty, kanë një lloj emocioni të shtuar ose u rritet edhe më tepër niveli mlefit, po them që kanë ndaj qeverisë apo punonjësve të policisë me të cilët përplasën aty drejt për drejt, sepse ata shkojnë patjetër për të kundërshtuar qeverinë dhe fjalimet e para kur shkojnë në protestë dhe janë para punonjësve të policisë, thonë se neve jemi si ju bashkëqytetar të këtij vendi, e kemi me qeverin kundërshtin, por në momentin që vjen ajo përplasja ku policia mund tenton të mbrojë, po themi, ose të sigurojë perimetrin e kryeministrisë, atëherë nisin përplasje që të dyja palët edhe her pas here ndodh edhe që të humbasi i sensi logjikës apo i normalitetit. Pse ky skenar, Kume, ishte ndryshe nga protestat e tjera? Flasim gjithmonë në kontekstin e këtij skenarit të dhunshëm edhe të revoltës. Jep më shumë rëndësi protestës, molotov të hedhur, efektiv të plagosur? Absolutisht, jep më shumë rëndësi, do thotë që se normalisht supozohet që janë qytetarët të cilët ata e bëjnë këtë akt, dhe kur e bëjnë këtë akt, është një demonstrim pakënaqësie që kanë ndaj qeverisë, pra në kushte normale dhe sigurisht në rastin konkret, kjo gjë merret përsipër deri diku nga organizatorët, por janë qytetarët ata të cilët i binden. Se përderisa policia e shtetit apo them policia e shtetit me që ministria ditën e sotme akuzoi se janë persona të cilët paguan për ta bërë këtë, përderisa nuk e ka të verifikuar, të dokumentuar një gjë të tillë, atëherë mbetet në kushtet e hipotezës, ndërsa në pamje të parë duket që janë qytetarë të cilët shprehin revolten e tyre ndaj qeverisë. Merr më shumë vëmendje protesta po them e dhunshme me molotov, me flak dhe nga ana tjetër kjo është një lloj, si më thon, ndezje motorit tek njerëzit, tek protestuesit. Unë kam vënë re për shembull nga protestat e dhjetorit që ishin që Partia Demokratike nisi këto protestat kombëtare, kishte shumë nga qytetarët të cilët i merrnin vox pope, të cilët i pyesnin aty gjatë protestës se cilët janë pritshmërit, pasi tregonin sepse kishin ardhur në protestë sepse ishte përgjysmuar familja, se shumë prej tyre kishin ikur jashtë vendit sepse nuk i mjaftonin pensionet, nuk kanë ilaçe, nuk kanë shkolla, gjitha me radhë këto argumentet. Ata kërkonin që të qëndronin ose ti imponoheshin mazhorancës aktuale përmes akteve të cilat parashikohen në një protestë. Një prej tyre është edhe
po them sjellja agresive kundër qeverisë edhe kundër majorancës. Pra, presin diçka për të vepruar qytetarët, e duan këtë revoltën e dhunshme, le të themi? Ata të cilët janë vinë apo është e gjitha rastësi edhe në varësi të situatës? Ata të cilët vinë aty kërkojnë që sepse ç'a ndodh që ata vinë në protestë, kthehen pas edhe nuk ndodh asgjë. Kupton? Dhe në këtë lloj mënyre ata kërkojnë që të kenë një lloj qasje tjetër që të arrijnë të imponohen majorancës, të kenë një produkt, jo thjesht pra janë gati militantët, le të themi edhe mbështetësit që dalin në shesh pra për të protestuar, janë të gatshëm për akte të tilla? Fakti, Alda, që në kaq protesta me këtë intensitet të përsëritur, pra të shpeshta, fakti që ka kaq shumë pjesëmarrës në protestë, sepse duhet thënë që ka pjesëmarrje në protestë, nuk është numri maksimal pra më mira e mundshme. Është në rritje nga protesta në protestë? Në këtë vit ka qenë më mirë. Pra ka pasur më shumë pjesëmarrjes. Duket që ka një lloj revolte të ndezur dhe të shpërfaqur të qytetarëve. Dhe fakti që ata janë përsëritës dhe vinë pas pavarësisht pa kënaqësive që kanë se thonë nuk po arrin një produkt, do thotë që pa kënaqësinë e kanë të lartë dhe janë vërtet të zhgënjur, të mërzitur me majorancën. A mund të jetë kjo në minorancë në krahasim me ata të cilët nuk dalin në protestë? Edhe kjo qëndron, por gjithsesi fakti që këta janë të pakënaqur, përbën një numër të madh qytetarësh, janë taksapagues të këtij vendi, kontribues të shoqërisë shqiptare, edhe kërkesat e këtyre duhet të dëgjohen patjetër. Sigurisht, ku me janë vetëm militant pra mbështetës të Partisë Demokratike, apo ka dhe qytetarë të cilët janë vërtet të revoltuar dhe të pakënaqur nga kjo qeverisje, se dua të pyes nëse i shërben nga pikpamja elektorale Partisë Demokratike kjo pra për të marrë elektorat dhe për të fituar vota? Shiko, aty është e vështirë që ta identifikosh, pra po themi se kur flasin për militant, do thotë që votues ose antar të Partisë Demokratike. Këta mund të i konsiderojmë si militant. Aty nuk janë të gjithë militant. Ndonë se në lista Partia Demokratike ka më shumë se sa janë aty si antar me të drejtë vote të Partisë Demokratike, por nuk janë të gjithë militant apo këta të cilët vendosin partinë të para dhe pastaj jetën e tyre dhe shtetin e tyre. Ka edhe qytetarë të cilët kanë pakënaqësi, të cilëve u janë prekur shtëpi, të cilëve u janë prekur bizneset, të cilët për shkak të çmimeve të rritura nuk arrin të përballojnë dot jetesën, pavarësisht se mund të jenë tek ajo që konsiderohen shtresa e mesme, kanë një punë të kënaqshme dhe mundohen të jetojnë me mundin, me aftësitë e tyre, dhe për shkak të çmimeve kjo u vështirësoi dhe ata dalin në protestë. Ka nga të gjitha llojet, po themi, që është aty. A përkthehet kjo pastaj në një mbështetje më tepër? Duhet të saktësoj që kjo është vetëm njëra anë e mënyrës se si vepron një parti politike. Kjo është revolta ose shpreja e pakënaqësisë që kanë për të arritur një qëllim tjetër siç e ka Partia Demokratike, që janë zgjedhjet e parakohshme. Ndërsa për të fituar pastaj, nëse do të fitojnë më tepër apo do të humbasë elektorat, do duhet që të ishte logjika e programeve ekonomike që kanë gjithë secila. Zoti Berisha dje në fakt kur mbajti atë fjalimin para se të hidheshin ato molotovët, i përmendi disa nga elementet që kanë qenë edhe në fushatën e 11 majit që i kishte Partia Demokratike pjesë të programit të tyre, rritja në pagës, pensionet apo incentivat për të stimuluar shtimin e familjeve apo lindjeve të reja. Megjithatë, kjo pra do të ishte një fazë e dytë e përllogaritjes ose e aktit politik që do të merrte Partia Demokratike. Kjo është vetëm një qëllim, duke qenë se Partia Demokratike pretendon se janë cënuar të drejtat parlamentare dhe përmes vetëm një rësan jetës parlamentare nuk arrin që të mbrojnë të drejtat e tyre dhe të personave qytetarëve të cilët përfaqësojnë në parlament. Kjo është një lloj
veprimi politik tjetër që ndërmerret. Protesta është një veprim e cila të çon më tej edhe tek zgjedhjet parakoshme apo qeveri teknike ato që ka kërkuar zoti Berisha, po ideja është që nëse shkon në një proces zgjedhjesh të parakoshme, a do të mundet të ketë votat Partia Demokratike pra opozita për ta përmbysur qeverinë, pra mund të ketë elektorat gri, të paknaqur, të revoltuar që e bind me anë të këtyre protestave, pra sa bind se janë. Pastaj është tjetër gjë ajo, pra varet se çfarë ekipi do të përdori zoti Berisha, se në qoftë se shkon me të njëjtin ekip siç ishte në zgjedhjet e 11 majit, siç u bën lista në 11 maj dhe me të njëjtin kod, sigurisht që mbase nuk do të fitojnë sërish. Po them mbase sepse kjo është gjithmonë e drejtë e sovranit e vendos populli, por ata kërkojnë fillimisht që të kenë kushte të barabarta loja njëherë dhe pastaj të shikojnë të masin, se mbase edhe unë që gjykoj këtu mund të jemi gabuar dhe njerëzit mbase do kishin dashur vërtet t'i votonin atë ekip që kishte zoti Berisha, pavarësisht se unë me aq sa i kam ndjekur disa prej tyre i shoh pa shumë kontribute dhe nuk është ruajtur parimi se kush ka më shumë vota dhe kush është më pranë qytetarëve. Por mbase mund të kishte të drejtë zoti Berisha në ato zgjedhjet e tij që do të bënte tek përzgjedhja e besnikëve, edhe do të fitonte, por e para më e rëndësishme është që duhet të garantohet është të drejtat e barabarta në lojë. Dhe kjo është një nga kërkesat e tyre dhe pretendimet e tyre në këtë aksion të nisur. E qartë, ndërkohë kume sipas retorikës së leadershipit të Partisë Demokratike, synimi i protestave, i gjithë këtyre protestave është për të njohur faktorin ndërkombëtar me regjimin e qeverisë Rama. Në fakt, sa e ka njohur opozita ndërkombëtarët, sa pikë kanë fituar në sytë e tyre me këto protesta? Pik, nuk e di, duhet patër një diçka parasysh, Alda. Sa e njohur është bërë kjo çfarë po ndodh në Shqipëri të ndërkombëtarët, besoj që është bërë goxha e njohur, sepse ka pasur pasqyrim në mas edhe nga mediat e huaja të asaj se çfarë ka ndodhur mbrëm, pra në mbrëmjen e 10 shkurtit, dhe edhe të protestave të mëhershme. Ka tentativa që, ose ka përpjekje nga ana e Partisë Demokratike që të përmes këtyre newspaperave që i përgatisin ato të informojnë se elite diplomatike këtu në Shqipëri, por edhe partnerët në Bashkimin Evropian apo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por, megjithatë, unë e shoh të tillë situatën që Partia Demokratike e penalizon fakti që zoti Berisha ka një sankcionim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga ana tjetër po bëhet përpjekje për ta hequr këtë, po përderisa nuk kemi një hap nga Shtetet e Bashkuara, pra të them kështu, besoj që është një lloj penalizimi për Partinë Demokratike. Është shumë e qartë, shumë evidente që Bashkimi Evropian ka pa kënaqësi dhe sipas të gjithave informacione që kam arritur, Bashkimi Evropian ka pa kënaqësi ndaj qeverisjes së kryeministrit Edi Rama. Kryesisht është bërë një problem shumë i madh çështja e tenderave të teknologjisë së informacionit, doli dje dhoma amerikane me një deklaratë. Dhe po ashtu edhe vendet e Bashkimit Evropian e kanë si shqetësim me atë çfarë ka bërë Agjencia Kombëtare e Akshi. Pra është një shqetësim ndërkombëtar ky që ka kaluar, sepse duhet themi ndër të tjera që neve jemi edhe vend antar i NATO-s, kemi të dhëna sekrete, sensitive të cilët janë pjesë e NATO-s dhe po ashtu bizneset kanë shprehur pakënaqësinë dhe shqetësimin se si minohet konkurenca këtu, sepse neve e pam se si Ergys Agasi, Ermal Beqiri, dy biznesmen në bashkëpunim me drejtoreshën e Akshit Mirlinda Karçanaj, mblidheshin në zyrën e Ergys Agasit, zyrën private të Ergys Agasit dhe paracaktonin si shumën, pra tarifë ose po them buxhetin e tenderit, por ashtu paracaktonin edhe fituesin. Dhe askush tjetër nuk mund të bënte hajër pavarësisht
po themi, aftësive që mund të kishte kompania, nuk mund të bënte hajër në qoftë se nuk do të përzgjedhej nga Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri për të bërë biznes në këtë sektor. Dhe këtu, edhe këto kompanitë të tjera që kanë qenë pjesë e kësaj, po themi, e kësaj skeme, ata tenderin do të merrnin thjesht punën me një vlerë të caktuar që do të mendonin ata, pasi një tarif në përqindje X do të merrte Ergys Agasi me Ermal Beqirin që bënin këto manovra. E qartë, Kume, të gjithë këtë, zoti Berisha do që t'ja tregojë ndërkombëtarëve nëpërmjet protestave, po cila është sot qasja e ndërkombëtarëve, si për opozitë, pra për Partinë Demokratike dhe për zotin Berisha, po ashtu edhe për qeverinë dhe për gjitha këto skandale që ka? Shko, ndaj qeverisë janë me kritika, thash deklarata e Dhomës Amerikane të Tregtisë, është deri diku është përfaqëson si biznesin amerikan që është në Shqipëri këtu, por ata kanë një lidhje të ngushtë edhe me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë. Dhe po ashtu edhe vendet e Bashkimit Evropian kanë shprehur pakënaqësi qoftë përmes ambasadorit që është këtu zotit Gonzato, por edhe përmes zyrtarëve të vendeve të Bashkimit Evropian. Kanë kritika për mënyrën se si po qeverisë Kryeministri Edi Rama, kanë kritika për nivelin e korrupsionit që ka ardhur këtu dhe sigurisht ishim mësuar me korrupsion deri më tani, por nuk ishim parë dhe nuk ishim dëgjuar që zyrtarët të shtetit, të policisë së shtetit, ata të cilët garantojnë rendin publik në vendin tonë, të angazhoheshin ose të krijonin lehtësi për një grup të strukturuar kriminal që të merrshin peng një biznesmen. Dhe kjo është vije kuqe për ndërkombëtarët, sepse për ta nuk mund të tolerohet kjo dhe prandaj thash ka marrë një vëmendje më të veçantë dosja e Akshit, pasi ka të inkorporuar brenda saj edhe korrupsionin, por edhe krimin e organizuar, çka është e paprecedent deri më tani. Ndërkohë, Kume, protestat, zoti Berisha ka thënë do t'i kalojmë edhe përtej kufive Shqipërisë, jo vetëm duke treguar se ç'po bëjmë, por edhe fizikisht pra përpara selive diplomatike në kryeqytete ndryshme. Shko, ka tentuar ta bëjë zoti Berisha këtë të paktën në retorikë, ka përmendur edhe më herët, e ka tentuar këtë ta bëjnë edhe para zgjedhjeve në Mosgaboj që do të protestonin në seli në ambasadat shqiptare në mënyrë që të njihnin edhe vendet partnere me ato çfarë ndodh në Shqipëri, por kjo atëherë nuk u arrit. Pra i dështoi deri diku, po them kjo nisem e zotit Berisha. A do ta realizojë pastaj në këtë herë këtë çfarë ka paralajmëruar? Dyshoj, sepse shpesh herë në Shqipëri dinamika e politikës është aq e vrullshme sa që harrohen edhe fjalimet, edhe premtimet që japin liderët e partive politike, por edhe për shkak se aktualiteti zë aktualitetin dhe kalon jashtë vëmendjes. Po nëse do të ndodhte, çfarë do të sillte kjo nismë? Ndryshe nga protesta që po zhvillohen këtu. Po, do ta bënte më prezent situatën politike shqiptare në vendet e Bashkimit Evropian apo në vendet ku do të zgjidhnin që të protestonin, sepse edhe populli atje do të njihej me një, po them, ngritje të popullit për të kundërshtuar qeverinë e vet, qoftë nga atje ku jetojnë, sepse sigurisht janë shtetat shqiptar që kanë emigruar për të patur një mirëqenie të familjes së tyre, sepse qartazi këto kushte nuk i kanë gjetur në vendin e tyre ku janë shkolluar, ku janë rritur edhe kanë pasur dëshirën që të krijojnë familjen. E qartë. Mirë, bashkojmë në bisede dhe avokatin Gylsen Zhlima, është bashkuar me ne në studio. Avokat, faleminderit. Avokat, ne po flasim përse përket protestës së ditës së djeshme të Partisë Demokratike, bëm këtu edhe ndoshta të bilancin edhe komentin mbi këtë bilanc, 21 militant u arrestuan, mes tyre 4 të mitur, ndërkohë u sekuestruan molotov shpashpërthyer, nga ana tjetër edhe forcat policisë 19 efektiv mbeten të plagosur. Si e pat protestën, si e pat këtë bilanc, a ishte ajo e pritshme? Flaka është ndezur nga fillimi i janarit, mos gaboj, me protestat e Partisë Demokratike dhe opozitës së bashkuar. Por, ajo që unë duhet të them është tek pjesa e shifrave, përsa i përket punojës të policisë, ka shumë të vrarë, kur ndërkohë nuk ke të vrarë aq shumë në raport me protestuesit, që do të thotë policët duhet të ishin në luftë me protestuesit dhe ata duhet të kishin
kundër përgjigjur punojësve të policisë duke patur 19 të plagosur. Pra është e pamundur. Pra në rast se bëjmë një llogaritje, nuk na dalin shifrat. Dhe përveç kësaj, gatishmëria e ministres të bëjë një reagim publik kundër protestuesve dhe në favor të punojësve të policisë, mua më kujtojnë Partinë Socialiste që ka ndarë mendjen që asnjëherë nuk ka qenë në opozit, kur ka qenë ajo në opozit, atëherë ajo shkonte dhe godiste me gura, me çfarë do të kishte send të mundshëm, edhe vriste punojës të policisë, por atëherë ishte pozita ndryshe, sot është në pozita të tjera Partia Socialiste. Pra nuk mundet politika të shkëputet nga e shkuara e sajt për shkak se Partia Socialiste është parti politike dhe nesër një parti tjetër vjen në pushtet, kjo do t'iki. Jo se është aktualisht në pushtet do të thotë që do ri gjithë jetën. Pra do të thotë që shifrat nuk më shkojnë, do të thotë që nuk ka diçka të saktë edhe vetë nga policia e shtetit. Më fal, policia e partisë, që mos ta ka policia e partisë. Avokat, unë kam ndjekur protestën, kam qenë thuajse hap më hap me turmën edhe me punojësit e policisë. Që t'jenë lënduar punojësit e policisë, pa tjetër, ndodhi, sepse në momentin që hidhen ato shishet me benzinë, në kapsole brenda. Po, pyetja është kush i ka hedhur? Një seancë. Se mund t'jenë punojës policie civil. Nga protestuesit. Edhe i faturohet, po ku e di unë a është apo jo ai? Nga protestuesit. Nga protestuesit, po tash ma lërta marrën përgjegjësi këtë. Një pjesë, po jo të përgjegjësi këtë, sepse isha dhe i kam parë atje. Kupton, nga protestuesit u hodhën, por problemi hipokrizia është qëndron në tjetër kund, sepse dakord protestuesit janë në ato dhe her pas here sigurisht turmat nuk arrihen të kontrollohen pra secili vepron në mënyrën e tij. Por policia e shtetit nga ana tjetër, hipokrizia është këtu që e para punës, policia e shtetit vendoste në rresht të parë disa punojnës policie që ishin në prag pensioni, ndërsa ata punojnësit e policisë, të cilat jo të rinj apo të gjitha këto duan vetëm kur bën këto videot propagandistike. E dyta, mjetet me të cilën shkon policia ose veshjet të cilat ka policia, këpucët e punojnësve të policisë, nuk do duhet të jenë të depërtueshme apo t'ja ndjejnë as për ato kapsolet dhe as për po t'i shkeli makina, po themi, për marrë rast hipotetik. Por ata e shkojnë ndryshe, sepse tendrat janë abuzuar në ato që janë bërë dhe punojësit e policisë janë të keq trajtuar, ndaj edhe shkojnë në atë situatë. Punojësit e policisë janë të patrajnuar për të përballuar me situatat të tilla dhe ndaj shkojnë në atë situatë. Ministrja këtu duhet ta kërkon të fillimisht përgjegjësinë të vetja e saj dhe të kolegët e saj të cilët kanë qenë në ministri para se të vinte ajo. Se të dalësh edhe të atakosh drejt për drejt protestuesit është një lloj politike e cekët që nuk është se krijon në pesh kush e di. Sigurisht në momentin që ata vendosin të lagën në shiq protestuesit atje, sigurisht nuk e kanë asgjë që të bëjnë të godasin apo të reagojnë kundër, sepse e kanë pak kënaqësi dhe nuk e kanë gjetur rrugëzirën në mënyrë më të mirë. Sa japin këto akte avokat protestës? Se jemi mësuar të shohim drejt një protesta paqësore. Edhe një herë, duhet të kemi parasysh diçka. Protesta ka edhe dhunë, ka edhe mënyrë simbolike dhe një qëndrimi pa dhunë. Pra do të thotë që ne duhet të jemi realistë tani me të vërtetën. Partia Socialiste ka ardhur në pushtet që në 2013 dhe s'ka ardhur në 2026 që ministra i bën një lavazh punojësve të policisë duke harruar historikun e Partisë Socialiste që me arsyetime të ndryshme donte pushtetin edhe nga pushteti i shumë kërkuar që donin kanë përfunduar pothuajse të gjithë në burgjet e tyre ashtu edhe në drejtsinë e tyre. Të jemi realistë për këtë gjë. Pastaj, përsa i përket mesazhit protestës. Protesta është ajo që karikon njerëzit, pra edhe opozitarët në tërësi, por edhe njerëz të cilët janë të atashuar në mënyrë jo direkte në politik bërjen, i karikon ata duke kërkuar më shumë pretendime ndaj opozitës, por edhe nga ana tjetër duke u ngrohur nga ajo flaka që ka nxjerrë Partia Demokratike nga janari për të kuptuar se si mund të shkojmë në një pakt apo në një bashkëqeverisje apo në një do thoja marrëveshje apo një betejë e cila është kilometri i fundit i cili nuk pranon as pakt, as marrëveshje, as gjë dhe thjesht unë do shkoj deri në fund dhe do të përplasem, mund të përplasem edhe me murin, po në fund fare do realizoj objektivin tim çfarë është që të arrijë që Partia Demokratike dhe partitë e tjera politike të shkojnë në pushtet. Tani,
strategjia dihet që në një moment të tillë që kemi të bëjmë me Partinë Demokratike që është në kryesorja e opozitës, sigurisht që plani është i qartë që do shkojnë dhe do të bëjnë edhe protestën e 20 shkurtit. A tek protesta 20 shkurtit, duke e lidhur në vazhdimsi në muajin mars, që mendoj që mars do jetë një muaj surprizash, të cilat do të kenë domethënie të shumta. Dhe nga ato surprizat të cilat do të vinë, ne si shoqëri duhet të bëhemi pak a shumë gati, sepse ndonjëherë kur diçka po parapërgatitet pra pasken na bëj gati dhe ne tjerëve. Të na bëj dhe ne gati patjetër, do të thotë që drejtësia e shumëpritur e zotit Rama, pra ajo që ai ka thonë që unë kam bërë drejtësinë, unë nuk bëj avokatin e askujt, do të na faktoj që se si zoti Rama do të shkoj deri në fund, se si do të mbroj zonjën Balluku deri në datën 16 mars, ku mbaron edhe kërkesa zyrtarisht të SPAK-ut për autorizimin. Pra, do kemi surprizën e radhës, në rast se zoti Rama do veproj deri në fund, apo do ndaloj për shkak të vendimarrjes së gjykatës kushtetuese. Dhe opozita edhe Partia Demokratike dhe partitë të tjera politike nuk mund të jenë me duar kryq duke pritur derisa të kaloj treni ose duke pritur kritikat tona duke thënë ku jeni, pse nuk reagoni, sepse atëherë kur themi ku jeni, pse nuk reagoni, ne i themi pse reaguat, dhe kur vjen momenti që duhet të reagojnë, atëherë i themi ju s'keni reaguar. Prandaj e vërteta është që ne duhet si shoqëri, por edhe jo vetëm, duhet kuptojmë që një subjekt politik për shkak se vete kemi të instaluar që nuk kemi sindikata, vetë shoqëria jonë ka pranuar këtë fakt, se kemi nënvlerësuar institucionet kushtetuese, kemi nënvlerësuar mënyra se si drejtësia funksionon, pra kemi bërë një gabim fatal që nuk na falet ne si shoqëri dhe pastaj themi se si ne do të ndërgjegjësojmë popullin kur ne nuk kemi vetë sindikata, kur ne vetë nuk kemi organizuar për të ndërtuar një sistem që sindikatët të funksionojnë jo vetëm në raport me punëmarrësin e punëdhënësin, por edhe në raport me të drejta në përgjithësi të një shoqërie e cila do të jetojë në mënyrë demokratike. Dhe prandaj kemi vendosur partitë politike të cilat protestojnë dhe demonstrojnë. Është e gabuar në pikpamjen institucionale dhe të sistemit të demokracisë. E qartë, mirë. Ne do të shkojmë një hapësirë shumë shkurtër publicitare në këtë moment dhe do të rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi sërish në studio, ku me folëm pak më lartë bashkë për sa i përket qasjes së ndërkombëtarëve si për qeverinë po ashtu edhe për Partinë Demokratike. Nuk e di sipas informacioneve që ti ke 12 deputet nga Partia Demokratike ishin në Shtetet e Bashkuara, cila është arsyeja? Shiko, është diçka që ndodh çdo vit, thuajse, po si këtë vit ra në sy fakti se ishin shkuan shumë deputetë të cilët morën pjesë dhe shkuan pikërisht sepse është mëngjezi i lutjeve që ndodh çdo vit atje dhe kryesisht deputetët shqiptar shfrytëzojnë hapësirat për të krijuar kontakte me senatorë atje, me kongresmen dhe kryen kontakte dhe i shprehnë kryesisht qëndrimet e tyre. Pra është një lloj veprimi për të krijuar kontakte me politikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht i kanë shprehur ato, i kanë paraqitur situatën në Shqipëri se çfarë ndodh në Shqipëri. Është një lloj, po themi, rrugë komunikimi, lobimi lobim jo në kuptimin e parë të fjalës, por në aktin politik që kanë, lobimin për të pasqyruar dhe për të nxjerrë më mirë kaun e vet politik ku janë. Sigurisht shpesh herë jo se kanë ndonjë produkt të madh, por vlen si një mjet komunikimi për të lidhur kontakte dhe më pas për të shfrytzuar ato për nevojat politike që ka Shqipëria patjetër. E qartë. Avokat, si e shikon ti qasjen e ndërkombëtarëve? Sipas zotit Berisha, këto protesta zhvillohen edhe për t'ju treguar ndërkombëtarëve në regjimin e kryeministrit Rama, ndërkohë që ka thënë se do të ketë protesta edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Vetëm të më specifikoni kush ndërkombëtar është ai që zoti Berisha përmend, sepse në rast se vendosim të gjithë ndërkombëtarët, do të thotë që ne bëjmë një paqartësi tek opinioni publik, se unë di ndërkombëtar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, po përmes ambasadës gjermane në Tiranë dhe ambasadës franceze që ka një, do thoya, një influencë të madhe në Bashkimin Evropian, dhe disa të tjerë të cilët
çuditërisht në disa raste flasin për të drejta dhe aty ku shkelen dhe shkëlmën të drejtat heshtin për shkak të mos reagimit dhe të çuditshme kjo nga pikpamja e moralshme, sepse kemi parë shpeshherë që një ambasador i Bashkimit Evropian për shembull flet për të drejtat e të gjithë një kategori njerëzve. Ne nuk e kemi paragjykuar, por ku shkelen të drejtat e njeriut duke shkelmuar Kushtetutën e Republikës, ambasadori në fjalë nuk flet. Pra si ka mundësi të bëjmë në mënyrë selektive edhe të japim të drejta dhe të barazojmë dhe të diskriminojmë dhe të bëjmë pa barazi kur nuk respektojmë Kushtetutën e vendit, pra është shumë e çuditshme. Prandaj them që këto protesta dhe vetë zoti Berisha e thot ashtu siç vetë e deklaron, po thjesht të na specifikonte për kë e kishte që edhe ne të kemi dhe një reagim. Po pak a shumë ju atë citova se si e mendoj unë. Takimet në Amerikë mua nuk më thënë asgjë, sepse në rast se ti nuk je i zotit të bindesh ata këtu brenda, s'ke çat bindesh ata atje kur ata se din nga i bie Tirana dhe nuk e din si bjen Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Prandaj për takimet të tilla për mua s'kan vlerë fare jashtë vendit ku ndodhen. Avokat, ju e njihni politikën tani se kjo deklarata që bëhet këtë mund ta thotë dikush që se një fare domethënë se si funksionon politika në Shqipëri, por patjetër pa bindur ndërkombëtarët nuk mund t'i bindesh këtu. Unë nuk e di se punon strategjinë secili nga ata. Ata janë deputet të zgjedhur, unë si jam deputet, unë jam avokat, je gazetar, ti e prezantuese, kaq kjo është pozita jonë, po ne nuk do marrim se si ata mendojnë, pra të artikulojnë takimet e tyre atje, dhe kur ne nuk jemi prezent atje dhe ne se dim çfarë po bëjnë ata atje. Ti jam realist. Ata mund të mendojnë t'ia marrin karrikën e Sali Berishës, këtë nuk e di. Me dhe partneritetet amerikan, po prandaj unë nuk mund të futem në atë situatë çfarë bëjnë ata. E vërteta është ata duhet më bindin mua, janë deputet të Parlamentit Shqiptar, po, aty duhet më bindin mua. Atakohen këta, po pse? Zoti Berisha nuk është takuar me gjithë ato ndërkombëtar. Zoti Berisha nuk priti këtu presidentin amerikan dhe u shpadh non grata. Pra, me shpadhjen non grata, xerrohen të gjitha këto. Kështu e kuptoj unë. Dhe kjo është dhe rasti atyre. Ata shkojnë bëjnë takime se të pas shefit, ku di unë çfarë thojnë ata? Ata, pra, ne duam transparencë nga ata. Çfarë konkretisht është thonë? Jo, takova X-i sepse ai tjetri ka një influencë edhe me atë tjetrin do ta shikojmë në të ardhmen, është puna e premtimeve elektorale. Çdo 4 vjet të njëjtat fjali por me fjali të ndryshme. Flasim pak edhe për vendimin e gjykatës kushtetuese për sa i përket pezullimit të zonjës Balluku. Kishim një votim 4 pro dhe 4 kundër, pra nuk ishte një vendim i prerë. Kishim një votim kur vetë reforma në drejtësi në 2016 vjetën dhe përplaset me 2026-ën. Një gjykatë kushtetuese e cila e nisi ndryshe me normimin e reformës në drejtësi dhe përfundoi krejt ndryshe nga ajo çfarë duhet pritej nga qytetarët. Pra, këto antarë të cilët tu i shikoni dhe futen në sallën e gjyqit, u desh kaq shumë kohë të merr një vendimarrje duke rrëzuar. Dhe në fund fare, te kjo vendimarrje, ju do kuptoni qartazi që u fol për imunitetin dhe nuk u fol për nenin 7 të Kushtetutës, që është për ndarjen e pushteteve dhe balanca midis tyre. Që do të thotë, neni 7 i Kushtetutës nuk u përmend nga gjykata kushtetuese. U përmend vetëm imuniteti dhe duke bërë interpretim në imuniteti për sa i përket neni 73 të Kushtetutës dhe 103 për sa i përket ministrit. Po nuk u përmend ajo çfarë duhet, që të bëhet deklarimi i sakt i një gjykate, e cila është interpretuese e Kushtetutës, nuk bën pjesë e sistemit gjyqësor dhe të kishte një deklarat shumë të qartë. Kemi të bëjmë me mosmarrveshje midis Këshillit të Ministrave dhe vendimarrës së GJKK-s për zonjën Balluku. Pse zgjodhet ishte kështu e paqartë? Sepse gjykata kushtetuese ndonjëherë duhet të bëjë sikur po lufton për të drejtat e njerëzit dhe në fund fare bën një pakt në distancë me zotin Rama. Dhe zoti Rama del gjithmonë viktim në vendimarrjet e gjykatës kushtetuese. Sepse ne kemi parë të gjithë se si zoti Rama kërkoi shfuqizimin. Jo viktim, zoti Rama nuk është viktim fare. Është riviktimizuar. Jo, ai s'është viktim. Po nuk është autor. Një sekond. Është viktim edhe riviktimizohet sa herë drejtësia e tij flet. Se kjo është drejtësia e zotit Rama, është drejtësia ime. Shpaku është drejtësia e zotit Rama, nuk është drejtësia ime. Unë jam avokat, po zoti Rama ka thënë unë nuk bëj avokate, pra zoti Rama nuk bën as të zoti Tahiri, as të zoti Hameta, as të zoti Velia, as të asnjë.
për gëzonte ku arrestonte në mënyrë barbare zoti Meta, për gëzonte ku rinte në tarat në balkon zoti Berisha. Heshtim në gjithë sajtë kohë. Pra, si ka mundësi të interpretojmë drejtësinë atere kur na duhet diçka të shmangim? Dhe mos harroni faktin që gjykata kushtetuese nuk tha lidhur me pezullimin e vazhdimit të GKK-s. Pra nuk u shpreh. Gjykata e cila nuk shprehet ka frikë nga vetja. Ose po luan një lojë politike që në sy të publikut të duket një gjykate dobët, që Rama ta ketë si një plan B për të arritur ndryshime kushtetuese. Ne kemi diskutuar vazhdimisht këtu. Do ta diskutojmë Besoj edhe se këtë, po. e kam thënë këtu ndryshimet kushtetuese. Dhe ky është preteksti, pra shkaku, justifikim, dështoi kjo reformë, po kjo e nisë me 140. Pra, mënyra se si zoti Rama artikulon viktimizimin dhe riviktimizimin të vazhdueshëm është në kurriz të reformës. Dolin të një ndërkombëtar të flasi që keni aty kërkesën për imunitet të zonjës Balluku dhe duhet të zbatoni ligjin sepse imuniteti nuk është privilegj. Keni ndonjë ndërkombëtar? Ku me pse mendon se nuk është viktim? Ku janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, ambasador të nderuar të vendeve? Po më duket se kur e ke një reagim të Komisionit Evropian apo jo? Po, kush është Komisioni Evropian? Ursula von der Leyen? Të lutem, zonja Kos është Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian është ambasada e Gjermanisë në Tiranë dhe ambasada e Francës në Tiranë, kur merr orientime drejt për së drejti nga zyra respektive të institucioneve të tyre. Kjo është për mua. Çfarë thot një person që ka fshehur komunikimet me Pfizer, le të merren të tjerë, s'merrem unë. Folëm këtu për skandalin e Belgjikës dhe dolën arrestimet e zonjës që në bënte xhirën për Tiranë, zonjat të tjerë dhe zotërit të tjerë që na erdhën këtu na folën për 2019-ën. Mirë, qartë, avokat, po këto. Për zgjedhje lokale, ju morali, këte morali, po këtej? Çfarë kemi? Kemi procedimin penal ndaj zonjës Mogherini. Funksionon sistemi. Si do të besoj unë një person kur dyshohet? Pra si do ta besoj unë? Si nuk folën këta personat për shkak të imunitetit? Se ata ndërkombëtar, ju i nderuar zoti Kume, vazhdimisht thoni për ndërkombëtar të europianë dhe kam dëgjuar. Ky është mendimi juaj. Unë kam një mendim. Ku janë ato të shkretet përveç rrugës së bllokut ambasadave? Po ku janë se janë të shpërndar? Ku janë? Ku janë? Unë po i pres. Reaguar në mënyrën e tyre. Si? Ku shkelet kushtetuta nuk reagojnë, me cilin kanë bërë pakt. Po se ku shkel kushtetuta? Po si nuk shkelet kushtetuta i nderuar? Ku shkel kushtetuta? A vajti Spaku i famshëm edhe kërkoja autorizim për zonjën Balluku? Po. A e mban ky i pushtetit edhe legislativ edhe ekzekutiv? Apo shkelen standardet e kushtetutës shqiptare? Jo, pra jo. Sepse ti po paragjykon. Jo, nuk paragjykoj. Nuk paragjykoj. Po paragjykon. E ke drejt për së drejti urdhro. Përderisa e ka 3 muaj afatin e të shprehurit. Jo, sot këtë gjë. Jo, më fal. 3 muaj është sipas rregullorës së kuvendit, pra kur nuk shprehet kuvendi. Po jo se dikush e ma aty thot prit derisa të kaloja ime, do vim te ty. Nuk kaloja ime, hajde prit procedurë, shko prap nga e para. Po jo, më nësë bëhet shumë kushtetuta. Ndryshon praktika e mirë dhe ndryshon ku janë ambasadorët të famshëm? Për të drejta, liri, në reforma duhet për Shqipëri 80.000, 200.000, 70.000, 200.000 dosje nga mrapa. Kjo është e reforma. Nuk folën, nuk tha dikush më falë qytetarëve shqiptar sutallën me ju. Shko kapi këta të cilët janë fund tek gjykata kushtetuese. Nga vinë, nga cila fush vinë? A vinë nga fushat të ndryshme që nuk vinë nga sistemi gjyqësor? Një pjesë nga sistemi gjyqësor? Kush pjesë? Njëri është tek pulleke. Njëri është, po nuk e më menë, vetëm një ke. Kuma, kemi një te kalim... Dërsa ata të tjerë, që ke turista e ke, turista. Të kompetencave të gjyqësor. I kanë marrë nga rruga, i kanë futur në ty. Unë besoj që ose duhet ta vlerësoj si dobësi të gjykatës kushtetuese me këtë çfarë ndodhi. Sepse gjykata është fort. Ishte një vendim pa vendim. Ashtë ndërkombëtarët e takojnë. Po, sa herë ka takuar Jonan se shkreta. Vajte ardhe. Ishte e dëmshme nga ajo. Pra do duhet që të kishte marrë një vendim. Në qoftë se do pra mori disa herë kohë,
Por nuk ishte e qartë pra. Prandaj. Ishte votat Pra barabartë. ju atë gjykatë doni ju të marrë vendim edhe kryeministri Shkreti të mos di çfarë të bëj. I Shkreti viktimë është ai, viktimë Në për momentin kjo që reformë. gjithë gjyqtarët kishin pra ishin të dyzuar apo këto, mund kishin kohë dhe e kanë besojnë në kompetencë që ti drejtoheshin Komisionit Venecias. Para. Po pra, më përpara. Para, jo si tani, ku ti të drejtohesh tani? Jo tani pra, po them, para se të shpreheshin dhe para se ta konsideronin të mbyllur shqyrtimin e çështjes. Bravo, atëre unë doja, po. Le të shkonin në Komisionin e Venecias, ta merrin dhe ta qartësonin një gjë të tillë nëse do duhet apo jo, nëse kemi të bëjmë me cënim të pushteteve, pra pushteti ekzekutive cënuar nga gjyqësori dhe do duhet që ta kishte sqaruar se prandaj është gjykata kushtetuese e para në hierarkinë. A janë shkelur të drejtat e kryeministrit në këtë rast? Pra mundet që një gjyqësor të shkarkojë të pezullojë një ministër? Kur gjykata kushtetuese ishte asmish aspesh në këtë pjesën kështu, në këndvështrimin tim, unë mendoj që do duhet që pra në një farë mënyrë janë cënuar sipas me aq sa e kuptoj unë të gjithë procedurën dhe ndarjen e pushteteve. Pastaj do duhet që të jenë institucionet e tjera më të përgatitura, më të specializuar në këtë fushë. Dhe do kishim mirë që pra, nëse do kishim këtë pa qartësi, ti drejtoheshin Komisionit Venecias për një opinion dhe ta merrin ta mbyllnin një herë e mirë këtë. Sepse ky vendim me kështu si humor, kam përshtypjen që mund të japi të drejtë kryeministri Rama që në një rast tjetër ti drejtohet sërish gjykatës kushtetuese dhe të shkojnë pastaj. Gjykata kushtetuese kishte për detyrë të dilte me një vendim. Mirë, doli me rrëzimin e kërkesës. Gjykata kushtetuese është kërkuar të bëj deklarim, pra, për kompetencën. Plepat 1, 2006, bën deklarim për kompetencën. Plepat 2, për rastin e këtij të Cakajt, që ishte mosmarrëveshje midis kryeministit dhe presidentes së kohë, pushoi për sa i përket gjykimit kërkesës mosmarrëveshjes, dhe u analizojnë në pjesën tjetër të argumentet që presidenti kishte të drejtë dhe kryeministri duhet të ketë një mundësi dialogu midis palëve. Pra, në këtë rast ajo thotë e pushoj. Pse në këtë rast nuk doli me një deklarat pra këtu që thotë vendosi të zgjidh mosmarrëveshjen? Sepse unë si kryeministër, të them ty si gjykatë kushtetuese, më zgjidh mosmarrëveshjen, nuk dua të më futesh në objekt për imunitetin. Pse kjo gjykatë e reformuar me vetting, me të huaj, bëri këtë gabim të pafalshëm. Kujt i shërben? Në rast se nuk i shërben të huajve, i shërben të brendshme. Avokat, ishte një vendim ky gjykatës kushtetuese apo ishte thjesht një pezullim vendimi? Jo starezoj këtë. Ai ishte thjesht duke luajtur me fjalë dhe duke bërë viktimën të riviktimizohet. Jo ju, po E qartë, ndërkohë avokat nga ana tjetër Rama ka ngarkuar edhe ministrin e drejtësisë për ndryshime ligjore. A pritet të ndryshohet neni në procedurën penale për sa i përket mundësisë së pezullimit? Ai do quhet Neni Rama, sepse unë e lexova tekstin dhe unë dua t'ju them ju lutem, diçka që është shumë serioze. Tek ai nen përfshihet presidenti i Republikës dhe vetë neni 90 paragrafi 2 thotë që presidenti i Republikës shkarkohet për krye të shkelit të rënd të kushtetutës ose të një krimi të rënd penal në kuptim. Dhe përsëri shkarkimi i tij bëhet sipas procedurës dhe ky është imuniteti që jepet drejt për së drejtë presidentit dhe nuk pezullohet dot presidenti i Republikës. Tani ta heqin president se mjaft qesharak kanë bërë. Edhe të paktën këta reformatorë të huaj të dalën të thënë, "Ore, reformën që e bërë me këta të huaj të ekspert të famshëm kështu, ti thoj pak në këtij që bëri në thonjë za reformën." Presidenti nuk pezullohet dot përveç se e ka në mënyrë hierarkike dhe taksative vetë kushtetuta dhe nuk e ka asnjëri. Dhe kush gjykatës të jetë do ta kuptoj direkt se ka shumë të qartë. Po për ministrin e ka? Një sekond, për lesë tani jetë neni shtatë në ministrit, ta them me seriozitet absolut, që ketë neni shtatë, le ç'a bëjnë këta që s'din të marrin vendimare sepse duan të bëjnë lojra të ndryshme. Pra, kur kam hallë me familjen, unë ç'a bëj pak politikë dhe familja përfiton atë që duhet. Ndonjëherë, masa gaboj, se di. Por, e vërteta është që tek ai nen, presidenti duhet ta heqin. A është ai nen për kryeministrin? Unë jam dakord tani. Edhe them, po, ajo mund të jetë për kryeministrin. Po mirë, si ka mundësi, në të dyja rastet,
Rama kishte mundësi se ishte reforma e tij. Si nuk e zgjidhja te punën e korumit, 4-4, 5-3, si nuk e zgjidhi? Në aspektin legislativ, thash. Po me rastin e 2-4-2 nenit, si nuk e zgjidhi? Më përpara, kur e dinte. Pra, ka disa probleme të cilat nuk na dalin edhe nuk na japin rezultatin e dur. Mos valle rasti që zoti prokurori i Spakut, Prençi, luajti politikisht atë që kam deklaruar tek ju që jemi sot në këtë situatë ku jemi? Pse duhet zonjën Balluku ta merrte derisa ajo vidhka, miliarda të pandehur? Sepse unë e di që për rastin Berisha e çuan në arrest në shtëpi. Për zotin Meta e ke në burg. Për zonjën Balluku pse duhet loj politik zoti Prençi? Pra të pandehur në datën 30 tetor, pastaj pezullim nga detyra, pastaj rasti tjetër i famshëm. Kjo i jep të drejtë Ramës sipas teje? Imunitet. Jo, se Rama luan duke përdorur veglat apo lojtar, sepse ai është viktima dhe nga të treja rastet Rama veri viktimizohet vazhdimisht. Dhe tani të krijojë gjithë ilustrimin tek populli, edhe këta që e kanë keq. Tani duhet një reform dhe një ndryshim kushtetues kombëtar shqiptar. E kupton? Pra ik Bashkimi Evropian deri në moment. Pse? Se ne do t'i bëjmë gati në mënyrë shqiptare, e do ju asjedhim ju. Në tek përkthimi do bëjmë çfarë do shpitin. Pra, avokat, ju po thoni që kjo jep mundësi Ramës që të ndryshojë këtë reformë? Po, duke shkel reformën fillestare, duke heshtur çuditërisht ambasadorët të ndershëm të cilët përfaqësojnë vendet respektive. Keni parë një ambasador flasi për nenin 242. As nuk i paguan, as nuk i zgjedh. Kështu që po ti pse do të ambasadorët të reagojnë? Ne the vetëm përpara të hyre, ata duhet bëjnë karrierën e tyre dhe kështu. Pse ato duhet të ndorojnë tek politika e brendshme? Sepse në raste vetëm se na kanë ndihmuar si shtet. Po akte reforma në drejtësi, a ishin amerikanët, europianët, kanadezët, australianët, dhe kinezët, dhe marokianët, dhe afrikanët? Atë ngecën afrikanët. Të ngecën o vëlla tek reforma. Nuk ngecën afrikanët o vëlla. Ke reforma afrikane. Të lutem, zgjedhin politikanët shqiptar, prandaj do ishte më dobishme të merremi me ta. Po kjo reforma e para, u bë me amerikanët, europianët, kanë ato të tjerët, po. Po sepse veti kemi lejuar në ata politikanët që të bëjnë ne kemi lejuar. Tani ku janë ata të cilët kanë bërë këtë investim për këtë popull shkret? Po nuk kërkojmë llogari pra neve aty. Po ku janë ata? Ku? Po nuk mund t'i kërkojmë dhe s'kan ata detyrë. A ka dal garant Amerika dhe Europa? A ka dal garant? Se më duket debat kot ky. Jo, shumë i drejtë ky. Ata për detyrë kanë të mbrojnë vendin e vet fillimisht dhe bizneset. Atë që kam thënë unë fillimisht, e kam thënë këtë gjë. E kam thënë unë. Po pse të vjen të fjalët e mia? Po jo, pra jo. Po ambasadori do të interesoj për vendin e vet. Por ata kanë thënë për reformën në drejtësi, zero negociata. Nuk do lëvizja asgjë. Dhe çfarë bën zoti Rama? Në mënyrë indirekte aplikon një nen, sa ishte neni Rama të dish. Për arsye që do të mbrohet o vëlla, vetë mbrojtja. Edhe unë po të kisha një rrezik do të mbrohem në çdo mënyrë. Po të paktën të jesh transparent dhe të thuash të vërtetën. Dhe tani në këtë moment duhet të reagojnë ato ambasadorë që thoshin është reforma në drejtësi, është investimi jonë. Se kështu kam thonë, unë të paktën kam thonë tek ju që dumanjet të tjerë paguhen nga lektona, por shqiptarët thënë amerikanët, europianët edhe me radhë. Pra këtu ta them, gjithë loja është kjo, pse ne duhet të presim të reagoj Rama dhe ambasadorët të famshëm, ato që kanë tabel të famshëm, kupton? Nuk flas për ato të tjerët. Se nga kush do të presim për? Ku janë? Ku është ajo Nancy e të tjerë me radhë? Ku është të reagoj? Pse duhet të bësh këtë veprim? Nancy ka investuar shteti jot, është shumë serioz. Nuk po tallë, megjithëse pavarësisht se e them kështu. Kërkoj llogari opozitës tënde, kryeministrit tënd, të gjithë këto. Jo, unë nuk i kërkoj llogari opozitës as kryeministrit, sepse unë në të dyja raste dal koherent. E di pse? Sepse reforma në drejtësi me kalimin e kohës dhe me dorëzimin e mandatit dhe gjitha këto, jemi në situatën ku i gjithë pushteti është përqendruar tek një person. Dhe atëherë kur mbaruam nga Republik Prokurorës 1944-2026 në mënyrë të vazhdueshëm, sot Rama i thot edhe të huajve edhe të brendshme. Mbarova punën time, mandatin e 4 e fitova dhe tani jemi Republik Parlamentare nderuar. Pra, unë jam koherent, por unë s'kam bërë avokatin e Spakut, ndërsa Rama ka bërë avokatin e Spakut
dhe ka lëshuar me procedur, pa procedur, me ata që ka hëngër dhe ka pirë edhe ka pas të obori vetë. Unë s'kam qenë obori Ramës. Ta lëm vazhdimin e këtij diskutimi për në një moment tjetër. Avokat, faleminderit, ku me Faleminderit dhe ju. faleminderit. Ishte Ignaci. Shkojmë në publicitet, reklame pas pak.